e forta të krimit me politikën. Ju a keni jetuar politikanë të përfshirë si pjesë të grupit të strukturuar kriminale? Nëse po, a mund të jepni informacione mbi avancimin e këtyre hetimeve? Si pjesë të grupit të strukturuar kriminale në kuptimin e një antari të organizatës kriminale apo të grupit strukturuar kriminal, akoma nuk kemi evidentuar ndonjë subjekt. Por, si të lidhur me krimin organizuar, po kemi patur një çështje, çështja është publike për një ish-deputet Kuvendit Shqipërisë, i cili është hetuar, është marrë i pandehur, është dërguar për gjykim, çështja ka kaluar edhe fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të Dhancës paraprake, jemi në gjykimin e themelit të kësaj çështje. Ky informacion vlen për çështje që është bërë publike dhe prandaj e dhash. Për pjesët e tjera, për çështjet e tjera, të cilët janë me hetim paraprak, nuk mund të jap të dhëna zoti Shehaj, pasi cënon sekretin e hetimit. Pyetja e dytë e zotit Shehaj është shitja 40% të kuotave të kompanisë Vlora International Airport për vetëm 4.000 euro e ka vënë zoti Shehaj çmimin, është një indicje mjaftueshme për të hapur një hetim penal, si po procedohet ndaj kësaj çështje. Çështja është në fazën e hetimit paraprak dhe nuk mund të jap të dhëna shtesë. Një pyetje tjetër është kjo çështje aktualisht në hetim nga SPAK, afera e rrugës Thuman Kashar, nëse po, në çfarë faze ndodhen dhe cilët janë përgjegjësit e identifikuar deri më tani. Edhe në lidhur me këtë çështje nuk mund të jap informacion sepse është në kuadër të verifikimit dhe hetimeve të një çështje tjetër penale. Tani tjetër pyetje e zotit Shehaj, zoti Dumani, për shqiptarët, grabitja e pronave përmes gjykatave të korruptuar është një nga goditjet më të padrejta. A është kjo në fokus të SPAK-ut? Sa gjyqtarë, njerëz të tjerë të sistemit të drejtësisë apo zyrtarë janë hetuar për pasurim përmes tjetërsimit të pronave dhe sa prej tyre janë dënuar realisht? Zoti Shehaj, në këto vite SPAK ka dërguar për gjykim 6 prokuror të gjitha niveleve, 10 gjyqtar dhe 11 oficer të policisë gjyqësore, të cilat për shkak edhe të subjektit konsiderohet si korrupsion pasiv në fushën e drejtësisë. Çështja e pronave është një çështje shumë e ndjeshme, shumë problematike. E kemi evidentuar edhe në hetimet tona, është në fokusin e SPAK. Unë si në rastin e Lezhës, ku nuk e di sa mira metra katror tokë u provua që ishin përfituar përmes falsifikimit dhe kjo tokë, tashmë to mira metra katror tokë, me vendim gjykate të formës së prerë, i kaloi sërish shtetit. Një çështje tjetër që është, edhe pse është në fazën e hetimit paraprak, vërtet duhet të na alarmojë të gjithë, është një çështje megjithëse është në fazën e hetimit paraprak, por hetimet kanë treguar për falsifikimin masiv të mira metra katror tokë në një zonë shumë të preferuar të Durrësit dhe vetëm në atë procedim penal SPAK ka arritur të sekuestroj, patjetër nuk dua ta parashikoj se si do shkoj, nuk mund ta parashikoj si do shkoj gjykimi i çështjes deri në fund, por ama janë sekuestruar deri tani që flasim rreth 600.000 metra katror tokë e përfituar vetëm përmes dokumentave të falsifikuara, një skemë të mirë organizuar të falsifikimit, një skemë e mirë organizuar e falsifikimit të dokumenteve. Tjetër, e njëjta situatë, kemi e njëjta situatë, po kemi jetuar raste në Vlorë, edhe në disa qytete të tjera ku prona, sidomos vitet e fundit, ka njohur një rritje të madhe të vlerës së saj. Dhe thash është në fokusin e SPAK. Dhe kjo është një këmbën alarmi për gjithë institucionet shtetërore, jo vetëm për SPAK, sepse në SPAK kemi ndjekjen penale, por para se të shkojmë tek ndjekja penale, gjithë institucionet duhet të jenë të përgjegjshëm, bëjnë detyrën e tyre dhe të marrën në fund një herë mirë abuzimi me pronat shtetërore dhe përfitimi në mënyrë abuzive përmes falsifikimit të tyre.
Pyetje nga deputeti Redi Muçi. Në çfarë faze kanë shkuar hetimet ndaj parregullsive të procesit zgjedhor dhe individët që janë proceduar penalisht, a kanë vepruar vetëm apo në koordinim me struktura specifike politike? Unë, zoti Muçi, edhe në përgjigje të disa pyetje që mu bën, u përpoqja të bëj një ekspoze të punës dhe angazhimit të strukturës së posaçme sa takon hetimit të krimit zgjedhor. Kemi 4 persona të arrestuar, persona të cilët janë marrë në përgjegjësi penale, janë marrë si pandehur për korrupsion aktiv apo pasiv në zgjedhje. Kemi disa çështje penale me të cilat po hetojmë dhe kur të kemi edhe rezultate konkrete, patjetër do ju komunikojmë. Por vazhdojnë të mbeten në fokus pikërisht veprat penale që kanë të bëjnë me zgjedhjen, në fokus të prokurorës së SPAK, veprat penale që kanë të bëjnë me zgjedhjet. A ka ndonjë statistikë konkrete se në çfarë faze shkojnë pyetja e dytë e zotit Muçi. A ka ndonjë statistikë konkrete se në çfarë faze shkojnë denoncimet e kryera nga publiku? Pra sa kthehen pa kryer asnjë veprim dhe sa regjistrohen dhe trajtohen proceduralisht nga SPAK? Nuk e kam këtë statistikë, zoti Muçi, por patjetër edhe mund t'ja vëm në dispozicion, mund të porosis stafin e prokurisë së posaçme që ta evidentojë këtë statistikë, por ajo që unë thash edhe në raportim është rritja e numrit të kallëzimeve të qytetarëve në drejtim të SPAK. Kjo tregon patjetër, ne vlerësojmë si një tregues të rritjes së besueshmërisë së institucionit. Qytetarët besojnë pa bëjnë kallëzime. Tjetër, ndeshemi me një fluks shumë të madh kërkesash, shkresash që të jetohen çështje të ndryshme nga SPAK. Në një kohë që ligji e ka përcaktuar qartë kompetencën tonë lëndore dhe jemi në pamundësi me gjithë dëshirën që mund të kemi, por ligji nuk na lejojnë të jetojmë çdo pretendim të qytetarëve, sa kohë që ata nuk janë në kompetencë të prokurisë së posaçme. Një pyetja e tretë e zotit Muçi është si instancë që ka interes, a i duket i plot SPAK-u legjislacioni për sinjalizuesit dhe garancit ligjore që u jepen atyre? A ka nevojë sipas për përmirësim të ligjit për sinjalizuesit? Në dijenin time, zoti Muçi, ky ligj është në proces amendimi. Ne si institucion kemi dhënë mendimet tona lidhur me ndryshimet e mundshme në këtë ligj. Pyetje nga zoti Erald Kapri, nga deputeti Kapri, nëse parlamenti